15 tetor ngrihuni, luftoni për vendin tuaj. Të dielën unë bëra një koment duke krahasuar stilin e presidentit Trump me atë të presidentëve të mëparshëm Jackson dhe Theodore Roosevelt. Çështja është se zoti Trump po qeverisë si një udhëheqës burri fort që i kryen gjërat duke përdorur pushtet zhveshur. Kryetarët e lindjes mesme u pëlqen kjo, sepse ata qeverisin në mënyrë të njëjtë, pa kufizime kushtetuese që ne kemi këtu në Amerikë. Kinezët respektojnë autoritetin e pakufizuar. Dhe kështu bën dhe Putin, i cili ende ka si idull vrasin Stalin deri më sot. Por këtu në SBA, miliona njerëz nuk e pëlqejnë udhëheqjen autoritare. Edhe nëse ajo mbetet brenda kufive ligjor, prapë është autoritare. Lëvizjet woke, Me Too ju kushtuan rrëzimit të pushtetit mashkullor. Politikanët u tmerruan. Obama dhe Biden nuk u dhoqën me arrogancë, as George Bush. Të gjithë ishin konvencional dhe ndonjëherë të ndrojtur. Donald Trump e refuzon plotësisht këtë qasje. Ai është mbreti i arrogancës, si dhe njëri shumë i paduruar. Bëjeni punën, do të gjejmë një mënyrë për ta mbajtur të ligjshme. Kjo është filozofia e Trump. Nuk funksionon gjithmonë, por në më pak se një vit, Trump e ka tronditur të gjithë botën. Me të vërtet ka një sherif të ri në Katund. Dhe kjo mund t'jetë e mirë për gjithë vendin. Trumpi po merr shumë publicitet sepse ka thyer atë ngërçin në luftën Izraelito-Hamas. Dhe ne kemi në tryezën e Amerikës një plan për një armë pushim me shkëmbimin e pengjeve nga Hamasi, duke dorëzuar pengjet që janë marrë më 7 tetor, 2 vjet më parë. Pastaj, ndoshta deri në 1700 terroristë vrasës do të lirohen, do t'i kthehen pjesës që kanë mbetur nga Hamasi. Izraeli do të riqet nga disa nga operacionet e tij në Gaza në mbajtjen e pushtimit rreth 50%, duke bërë një tërheqje graduale të propozuar. Supozohet se Hamasi duhet të ketë përmbusur kushtet e armëpushimit që çdo gjë të shkojë sipas asaj që është menduar. Por pse po ndodh kjo tani? Nuk ndodhi as me kohën e Bidenit, nuk pati zgjidhje në Lindjen e Mesme. Nuk ndodhi kjo as në administratën e parë të Trump. Nuk ndodhi me Obamën, nuk ndodhi me George Bush. Kishte rreth 10 gjëra që duhet ndodhin që të përfundonte kjo në një mozaik ku të gjithë të patën një sukses. Lëvizjet e para strategjike të Trump kundër Iranit ishte se Trump erdhi në zyrë dhe hoqi embargon, sanksionet për naftën nga iraniane. Ai u bëri qartë iranianëve se ata duhet të ndalonin përparimin drejtmarrjes së një bombe. Ky ishte një nga kushtet që Izraeli kërkoi, dhe askush nuk e kishte bërë përpara. Ata nuk ishin besuar se Amerika do të guxonte të hynte në hapësirën ajrore të Iranit. Trump lejoi Netanyahu në këtë breshëri raketash të forta që Izraeli dhe Irani kishin kryer. Ai ka lejuar ata të hynin në hapësirën ajrore të Iranit, ta shkatronin mbrojtjen iraniane ajrore dhe të eliminonin shumë gjeneral dhe fizikanë. Atëherë amerikanët hynë dhe shkatruan çdo gjë. Për ta parë me nga ana e të majtëve, thuhet që Trump s'ka bërë asgjë. Plani është afruar nga arabët, ka ndërhyrë zoti Trump përmes dhëndrit të mediokër Kushner dhe Tony Blair për të përfituar në mënyrë transaksionesh familja e tij dhe për të qenë fitues. Nuk është kështu. Sepse të mbledhësh gjithë këto vendet arabe bashk nuk është e lehtë. Trump e ndryshoi qasjen e tij. Nuk ishte tek në Egjipt tek tryeza as përfaqësues të BE-s, Ursula, e cila duhet laj dorën nga Puti dhe Ramës, apo nga OKB-ja. Trump ka një qasje që me marrëveshje miqësore personale, ashtu siç dikur bënte deal kur ndërtonte ndërtesa në New York. Ka funksionuar. Dërgon Witkoff në ndërtesa G, dërgon Kushner në pjesëtar të familjes, mbasi ka kërcënuar me tarifa,
i ulën të ryesë dhe arrin maksimumin e asaj që mund të arrihet. Kjo kishte 10 vite që nuk realizoi. A do të ketë paqe? Mundësit janë 50-50. Askush nuk e di. Por zgjuarësia është që të thrasësh në të ryesë edhe përfaqësuesin e Indonezisë, të cilët nuk e njohin Izraelin, po erdhe Erdogan që pa të vënë kushte Netanyahu si kriminal mos jetë në të ryesë. Gjithkush mund të thotë që as Hamas, as Netanyahu nuk firmosën. Hamasi po vret bashkëpunëtorët me Izraelin. Trumpi të shpëtoi dhe tha që i kemi toleruar që për një farë kohë të kryen si polici për të mbajtur rendin. Por ajo që ka ndodhur në Gaza është genocid. Janë vrarë rreth 70.000 vetë. Netanyahu pa diskutim është kriminal lufte. Dhe do të spastohet. Por ajo që Trump realizoi ishte bashkimi të gjithëve arabëve të zonës për të treguar që Irani nuk ka më forcë t'ju pengojë dhe të kthehemi te Abraham Accord. Për të patur prosperitet, janë vende me pasuri a mund të ndërtohet Gaza? Thuhet se duhet 20 vjet të spastrohen gërmatat. Janë 50 miliard dollar. E kam thënë që ne qenë fillore këto kemi parë, Izrael, Palestinë, vrasje nga të dyja palët dhe natyrisht pa iden e një shteti palestinez, paqe nuk ka kur. Këtu është Macron, këtu janë liderët europian, por Trumpi është tërësisht në mbështetje të Izraelit. Nuk ndryshon. A e bën për egon e tij? Mundet. A është në dobi të botës një figurë autoritare në Amerikë? Ju e pat me sa lavde foli për Erdogan dhe për Orban, pat dhe presidentin e Azerbajxhanit, pra Trump i pëlqen autoritarët. Po në Shqipëri. Ju a kam thënë që Trump kontrollohet nga projekti 2025, është fakt. Natyrisht është president shumë i fortë, ngjason me Jackson dhe Teddy Roosevelt, më mirë me armiqt, më keq me miqt, por ata që përpilojnë urdhrat ekzekutiv, platformat e mëdha filozofike, janë konservatorët realist amerikan nga Heritage Foundation. Gazeta Washington Examiner, që është si revist, ka qenë gazetë e përditshme, është revist mujore, por ka portalin e vet, kontrollohet pikërisht nga idet konservatore, platformat konservatore të projektit 2025. Ndaj është optimiste kur kishte një artikull që thuaj Edi Rama si Noriega apo si Erdogan, të dyja. Dhe përshkruan se çfarë ndodhi me Noriegën, si arrestuan, si e futën në burg, duke i thënë të qartë Ramës që ky është opsioni i parë ndaj teje. Si Erdogan, do ta kemi mbi qafë shqiptarët dhe ne shqiptarë amerikanët, por mërzitja, shqetësimi në fytyrën e tij tregon qartë. Dumani plasi dje, nuk e mbajti dot. Pra ka hetime paraprake, tha për dosjen McGonigal. Indirekt që tha duhet kërkojmë ndihmën e autoriteteve amerikane. Unë mendoj se Dumani ka të drejtë ta marrë dosjen. Në qoftë se ka kërkuar, dosja vjen. Nuk janë paraprake të këtij muaji, sepse thuajse një vit më parë, Dumani ka mbajtur 5 ose 6 orë në pyetje personin A të dosjes Nezaj, Duçkën, dhe Rama indirekt ka pranuar që është marrë në pyetje duke thënë që nuk guxon njëri të më marrë më mua telefonin, pra dikur ja kanë marrë telefonin. Ndalesa e Ramës këtu gjithashtu. Nuk pres që të ndëshkohet nga gjykatat amerikane. Në qoftë se dalin fakte të reja, çdo gjë mund të ngjasë. Nuk është rastësi që e krahasojnë me Noriegën. Personi që ka bërë atë shkrim është person me njohuri të inteligjencës nga Këshilli i Sigurisë Amerikane dhe nuk mund të hedhi bomba shashka në erë, sepse i kthehet në bumerang. Rama le të guxojë ta hedhë në gjyq. Nuk ka shans. Ju kam thënë që Departamenti i Drejtësisë Trump ndryshon nga
Departamentit të Drejtësisë mbas skandalit Nixonit. Nuk ka më pavarësi. Urdhra nga Trump, madje një gaf, një mesazh për prokurorin e përgjithshëm e nxori në median sociale, ku i jepte orientime kë duhet arrestonte, me emra. Me ish drejtorin e FBI duket që janë nxituar. Ka një motion, avokati i kamit ka kërkuar që të hiqet, të quhet e padrejt emërimi si prokurore në detyrë në Virginia, e dikujt që ka qenë në garë për mis, që nuk ka përvojë si prokurore, por ka qenë avokate inshurancash, ndërtimi dhe makinash, dhe komi mund të jetë shenja e parë që çështjet pasuese duhet të jenë më të forta. Ende janë tutulatur me ambasadorin Bolton për të kërkuar tek një juri e madhe akt akuz, akt padin ndaj tij. Problemi me Bolton, me të cilin kam pasur intervistë, është që nuk i është gjetur gjë nga Bastisja në shtëpi, gjëra shumë të vogla tek zyra në Maryland që nuk mund të përbëjnë një case, por çdo gjë ka nisur nga emailët e ambasadorit Bolton. Ambasadori Bolton gjatë gjithë kohës së tij ka mbajtur si memuar ditar dhe ja ka dërguar me email vetes për të pasur në arkimin e tij, por në këto emailë akses kanë dhe ndihmësit e tij. Tani ligji amerikan ka klauzola se si informacioni i sigurisë sekretet duhen ruajtur. Ka pasur një hakerim, hakersat e Iranit, tek emaili me AOL, që ka kohë që është zhdukur, i zotit Bolton. Në qoftë se iranianët kanë ndërhyrë tek emailet e tij, potencialisht mund të kenë marrë sekrete. Drejtori i CIA-s, i cili është më i fortë se Tasli Gabbard, e cila nuk duket më, ja ka dërguar këto informacione indianit Kashyap Patel. Mbi këtë bazë është shkuar tek gjyqtar federal, sepse duhet gjyqtar federal të firmosi që të kryet një bastisje në shtëpinë tënde dhe në zyrat e tua. Pra e kam parë si bindse argumentin e sjell nga drejtori i CIA-s, dhe në qoftë se kjo provohet, shkon deri në trizën, tradhti, akti spionazhit. Avokati i zotit Bolton, por vetë Bolton më ka thënë që case-i ata nuk kanë case të fortë. Këtë javë ka shumë mundësi që në Maryland, edhe aty ka një prokuror në detyrë, pra nuk është e ligjshëm emërimi dhe mund t'i dhe poshtë, por ideja është si me rastin e Kamit dhe me të Letitia James, prokurorit përgjithshëm, urdhëri nga Doni është që gjyqet të zgjasin sa më shumë. Si që ishin ndaj tij politikisht me gjyqje, me akuza, të njëjtën gjë. Ja kanë thënë që tek menjëherë është shorësh, do përdoret fara, pra do të konsiderohen si agent huaj, dhe këtu del dhe Rama, përmendet në artikullin e Washington Examiner, përmendet Yuri Kims, që ka marrë gifte dhurata të mëdha dhe ka shërtitur me jatet e Ramës, duke shfrytzuar, duke bërë luftë politike për liderit e opozitës, nuk po e them unë, jo kam thënë unë, për këtë radhë nga një media amerikane, dhe McGonigal, nga burimet që kam, me gazetarë që kam komunikim, 3 herë është marrë në pyetje në qeli. Në qoftë se dalin fakte të reja, kemi gjyqtëri. Në Amerikë nuk dënohesh 2 herë për të njëjtin krim. Janë 2 gjyqje, një në New York, një në Washington, ne na intereson ke Washingtonit. Lajmi që Dumani nuk e kundërshtoi që ka hetime për McGonigal, tregon qartë që përse ka të ftyrë Rama prekohësisht dhe pse ka fituar mbi 86 deputet. Natyrisht që indicia që vjen nga Washington Examiner, duke i thënë që Rama si Noriega është shumë e rëndë, sepse e lidh me kartelet. Dhe Don Bongino, numri 2 i FBI, di shumë për kartelet se si
ndërthurën dhe me politikanë shqiptar deri tek zyra e Ramës. Nuk është rastësi. E ka thënë disa herë se si do të shkoj, kurse tjetra si Erdoğani mua nuk më pëlqen. Sepse garanton, duke u portretizuar si njeriu fort që kontrollon sistemin zgjedhor, mund të mbaj peng ende Shqipërinë. Por kjo varet nga lojtarët aty. Trump, njerëzit pranë tij kanë një platformë. Asgjë në mbështetje të forcave të majta kudo në botë. Koha kur Rama lulëzonte dhe vallëzonte me bishtat e Sorosit në departament ka mbaruar. Edhe tek artikulli Washington Examiner përmendet gafa e tij kur erdhi në dasmën e vajzës Sorosit, Alexa, dhe kishte 20 roje të Secret Service. Kjo është një nga idiotligjet e tjera të shërbimit sekret amerikan. Jo, kam thënë, kur Rama vinte për aktivitet partijak, ku mbi $50,000 ishin vetëm biletat e NBA-t, ku pagua salla me $85,000, reklama e madhe, rreth $250,000 për aktivitet politik, kishte 20 roje nga Secret Service i Bidenit. Atë ditë, kur ka qenë atentati ndaj Trump, ndaj tij kishte vetëm 6 oficerë të shërbimit sekret. Skandal. Edhe njëherë, Washington Examiner dashje pa dashje tregon qasjen e re të administratës amerikane ndaj të smurit të Europës juglindore. Ajo tallje me Donin e Madh në krah Macron nuk do të kaloj lehtë. E pat se si e përdrodhi Trump Macron aty në Egjipt, ku e kishte ftuar vetëm për të parë forcën e tij. Nuk kishte drejtat për të firmosur, kështu e ftoi të gjithë për të treguar kush është potencial, kush është i fortë dhe kush arrin ato që këta lider si Macroni nuk arrin dot. Dhe në ato leximin e buzëve tani është folur për talljen e Azerbajxhan si ton, apo është për planin që kishte Macroni për linjën. Unë them se është për të dytën. Dhe tha që do ta shohim. Nuk më vjen mirë, dhe njëherë them, që ndaj kryeministrit vendit tim të ketë epitetes si Noriega, shumë e ulët, dhe aq më shumë që të na përfaqësoj dikush që kërkon të na prish lidhjet me aleatin ton më të madh, Amerikën. Rama ka platformën e tij, nuk është rastësi që nga ato hapjet e Ballkanit, trojet që donin të jepnin veri të Kosovës, lidhen me Vučić, nuk e shpëton dot as Kushner, i cili për transaksione ka fuqi të mëdha pranë familjes, por në rastin tonë nuk besoj. Nuk besoj sepse kur Washington Examiner të thotë si Noriega, kanë dilëshuar. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.